parë dhe shohim për dytë, nuk më pëlqen politika, më duket një lojë e ndyrë. Po. Jo, nuk jam. Po s'mund t'jem, unë jam emocional si ti. Pikërisht. Unë jam artist. Gazi, po, me që sa e përmende që je mik me Erion Veliaj, si e shikon historinë e Erionit Veliajt? Si e sheh fundin e kësaj historie që ka nisur kështu kaq, që ka rrëmbyer kaq shumë vëmendje? Nuk e di, shiko, unë edhe pse je shumë shok me Erionin, nuk kam qenë përdit me Erionin. Po presim të dali e vërteta. Me aq sa e njohun atë djalin, nuk i besoj këto që i kanë faturuar. Me jashtia nuk merre me njëri tjetër. Por me aq sa e njohun dhe si punonte dhe si na predikonte që t'i bënim gjërat, nuk e besoj këtë gjë. Mendoj që është i ngatëruar në këtë punë, i tradhtuar.